Si I kalonte Imam Kadhimi kohët e burgimit? Ahmed ibn Abdullah ka transmetuar nga babai I tij se ai ka thënë: "Një ditë shkova tek Fadel ibn Rabiu dhe ai ishte I ulur në tarrac. Ai më tha mua: hidhi një vështrim asaj shtëpie dhe çfarë do të shohësh?" Unë I thash: "Shoh një rob të shtruar." Ai tha: "Shiko mirë." Unë shikova me hollësi dhe I thash: "Po shoh një burr në sejdë." Ai më tha: "A e njeh atë? Ai është Musa ibn Xhafer, paqja qoftë mbi të. Çdo ditë dhe çdo natë unë vi për ta shikuar dhe e gjej vetëm në këtë gjendje. Ai fal sabahun, pastaj lutet derisa të lindi dielli, pastaj bie në sejdë dhe vazhdon të qëndrojë në sejdë derisa të vi vakti I yles. Është ngarkuar një person që të kontrollojë kohët e namazit. Kur e lajmëron, ai shtron rrobën e tij dhe falet me të njëjtin abdes. Ky është zakoni I tij. Kur fal akshamin, han iftarin, pastaj merr abdes, pastaj bie në sejdë. Tër natën falet derisa të vi sabahu.